Vijon me tensione protesta e minatorëve të galerisë së Bakrit në Spaqë të Mirditës, ku edhe mëngjesin e kësaj të martë punonjësit kanë bojkotuar punën dhe kanë bllokuar hyrjen e minjerës për shkak të pakënaqësive ndaj kushteve të rënda dhe pagave minimale. Në lidhje me përplasjen e policinë të regjistruar një ditë më parë, 9 minatorë u mbajtën për rreth 6 orë në komisariat dhe mbas u proceduan penalisht në gjendje të lirë për kundërshtim të punonjësve të policisë dhe pengim të qarkullimit. Për të njëjtat vepra penale është vënë në hetim edhe një përfaqësues e Konfederatës së Sindikatave të Shqipërisë. Minatorët pretendojnë se janë dhunuar nga ana efektive të policisë dhe se kanë qenë duke protestuar paqësisht në momentin e ndërhyrjes së autoriteteve. Në moment që erdhi shefi i komisariatit, mbu cupin këtu, dorën këtu më cup, tha ty do të tregoj unë. Sepse kështu i kishte marrë dhëna si duket që ky duhet hes qafe, edhe me më shoqëru. Normalisht, ta zotnit që më shoqërojnë, që jam bashkëvuqa me mu, nuk pranon, ta tish me mbaj, ata tish me marru, kriju një incident që e keni pa edhe në kamera. Mu më ka raj polis Gjevalin Tusha, më ka hedhë pandjenja në tokët, dhe më ka da më to kopin e gjonit. Për zotin na kanë torturu maksimum, na kanë torturu me gjithë mënyre, me dhunë me na kanë marrë. Kanë përdorur në dhunën. Rreth 70 minatorë kërkojnë dialog me kompaninë koncesionare TT Albania dhe thonë se nuk e do e ndalin protestën e tyre deri në realizimin e kërkesave për njohjen e sindikatës së krijuar në Marngusht dhe në shkrimin e një kontrate kolektive, e cila sipas tyre do të garantonte më shumë të drejta dhe siguri në vendin e punës. Ndërkohë kompania turke TT Albania në reagim për mediat thotë se është e gatshme për dialog, por thekson se nuk e nënshkruan kontratën kolektive të punës për shkak të mungesës së dokumentacionit të plot ligjor. Sa i përket shkarkimit nga puna të Albert Bushprenit, kompania mohon se kjo ka lidhje me protestën dhe thotë se ai ka shkelur procedurën e raportimit dhe hetimit të incidentit në punë. Gjithashtu kompania TT Albania nuk e njeh Kol Nikollaj si përfaqësues sindikatës, pasi pretendon se mandati i tij si presidenti i Konfederatës Sindikatave të Shqipërisë ka përfunduar që në vitin 2024. Minatorët kanë bojkotuar punën dhe po protestojnë që prej 8 tetorit, teksa paralajmërojnë se do ta përshkallëzojnë protestën nëse nuk ka reagim nga kompania apo institucionet shtetërore.